Ne mendojmë se vetëm kur të përgojojmë, përgojimi është shkelja jonë e vetme. Apo është shkelja jonë e vetme. Dhe në qoftë se pendojmë nga përgojimi, e tëra merr fund. Dhe nuk shikojmë në efektit anësore negative që i ka shkaktuar përgojimi atë. E që duhet edhe me këto më marr, nga se mundin e këto me të kushtu shtret e ka Allahu xhalla xhelaluhu. Për shembull, Allahu te bareke ve teala ka ndaluar përgojimin. E ka ndaluar. Në momentin kur robi përgojon, ai ka bërë një shkelje, dhe për këtë duhet me kërku falje. A është kjo shkelja e vetme që robi ka bërë? Ja, nuk është e vetmja. Kjo ka edhe një seri tjetër dhe një varg shkelje tjera me radhë. Shkelja e parë që kjo që e dimna, kena përgoju. Shkelja e dytë është se e ke nënçmu një musliman që një kërëzar me nënçmu, se pa e nënçmu s'mush me përgoju. Veç një që s'ka vlerë dhe përgojuat. Një që ka vlerë të jeqmanti se përgojan të jerunë. Cële njëri për shambull, publikisht e përgojan për shambull një antarë të familjes ti që këtë tjetë me ditë marët, veç një kush është jollët. Se njëri nuk i shfash të metet e familjes ti publikisht. Pse nuk e përgën nga se ka pozit e ka i familja ti. Qoftë gruaja ti, fëmijët e ti, prindët e ti, e kështu me radhë. Prandaj, ti kur e ke përgoju dikën, padyshim se ky përgojim ka si pasojë, vetëm me nënçmimin e tij, dhe kjo është shkelje tjetër, kjo është efekt anësor. E dyta, ose e treta me radhë, do të thotë ke bërë që ai njeri, jo vetëm që është nënçmuar te ti, por që i nënçmuar te këtë tjetër. Nga sa ata e kanë kuptuar një tmet, që kjo emet është i mjaftueshme, që ky njeri tjetër i nënçmuar dhe i përbuzë nga ana tjetër, kjo është shkelja tjetër. E katërta, për shembull, ua ke prish njerëzve rënë në mezhlisit, nëse ka qenë nuk e fol mirë, ti me përgojim, ja u ke dhënë një kohë tërë se të ndaluar, dhe kjo është shkelje tjetër. E pesta i ke dhënë njerëzve guxim me bogjuna. Kur njëra do të fol ty, edhe ai tjetri fol, do të thet muri i turpit dhe vazhdon me bogjuna. Apo e gjashta e ke keq përdor gjymtyrën që Allah të ka për çka tjetër. E shtata është dashur të bëj dhikr, s'ke bëj dhikr, ke bëj diçka tjetër. Shiko, një varg veç me një veç me një çast shkurt përgojimi, sa varg shkelësh bëhen atë. Nëse ne kur pendohemi, ne pendojmë për një bytyne. Ne pendojmë nga përgojimi. Këtu ansore nuk na kujtohen neve. Prandaj Allahu xhallahu ala el Ghafur ta fal mëkatin që ti ke dhënë spekula për te. Nëse el Afu i shlin efektin ansor negative që kishin me dëmtu edhe në dunja dhe në heret atë. Kjo është el Afu, që i shlin mëkat ansore. Mere për shembull këtu edhe syrin, mere këtu edhe veshin, mere çdo sa dhe mjafton si efekt ansor negativ i çdo mëkati që e bëjmë, apo mos përfillja e unit e Allahut azza wa jall. Mjafton kjo.